po me prek pasojën, çka do me thonë një qeveri e cila nuk kujdeset për komunën. Nuk kujdeset nuk kujdeset për qytetarin e vetë. Ta qytetarët në Ferizaj e din maksimum kontributin tonë për shembull për ndërtim të spitalit, po e din neglizhencën e jashtëzakonshme që ka pas qeveria. Dhe ata duhet me na me bo përpjekje që ata mu bin që vota për ne si nivel lokal është edhe nivel qendror. Mja je këtë hamencimin që mirë, për nivel lokal është Age Malio, në këtë rast Lulze Malio dhe të tjere që jemi në listë, se këta po e dim që punojnë mirë dhe janë të kujdesshëm në trajtim problemeve, adresimit problemeve, po atje është Albin Kurti edhe nuk ka të bëjë me qeverisjen lokale. E vërteta është, them, ndoshta është mirë edhe ju vazhdueshëm me theksu këtë rëndësi të jashtëzakonshme që e ka komunikimi mes nivelit qendror dhe nivelit lokal. Aliu, kam një pyetje për juve. Në qoftë se bën Arben. Ju e keni garën thash edhe një herë me 110 deputet të PDK-s. Me vitet tona na shohim fytyrat njëjta, jo vetëm PDK. Unë po e them tash në përgjithësi, me vitet tona konkurrojnë njerëz ose përzgjidhen ata që kanë qenë. A është e tepër dikush me qenë 5 legjislatura? Çka mendoni, çka mundet me dhonë? Tash po e marrim edhe në nivelin lokal, kemi pa disa kryetarë, edhe pse kanë punuar shumë mirë, kanë qenë shumë dashur, kanë qenë shumë afër qytetarit, po thjesht dikur është mjaft. A menoni që duhet edhe me u sankcionu mas 3 mandateve një deputet mëmës me qenë në listë, apo s'pakti mu tërhek, se të na nuk din mu tërhek vetë. Prej pavarësisë Kosovës, unë njoh njerëz në deputet në kuvend Kosovës, a më nuk sjellin kur gjë të re, se dhe njerëzit janë mërzit të i pa ata. A më kuptan? A mendoni që duhet edhe për... Mendojmë që ta që sjellin tre nuk kam përvojën e mundshme parlamentare. Më shumë bëjnë show se sa përmbajtje ligjore. Pas këta tjerë që jenë 20 vjetë aty, diçka pak tepër po bëhet e monoton Arben se nuk po sjellin asgjë. Unë e kuptoj, ti e din, zgjedhja e presidentit për marrë tash kushtimisht në Amerikë apo në shtete tjera i ki 1+1 mandate, 2 mandate. Që po i kuptojmë edhe 3 mandate. Po se cilat zgjedhje njerëz të njëjtë, nuk po japin se ata dhe janë harxhumo, nuk po munden edhe aq shumë me sjell në ajrisi. Po nuk është foj ty, është foj votuesve pranverë, fundja fundit. Po Arben, më fal Xhavet, ata nuk po qesin në listat e tyne njerëz, përpara ka qenë shumë e çuditshme. Njerëz kanë vrapu me hyrë lista, kanë qenë shumë idhtar për me qenë pjesë e listave. Sot i ki vështirë edhe me i qit njerëz në për lista se askush nuk dëshiron. E për mu kështë qenë pyetja që po më interesan për zotit Aliu më tregu, çka mendoni ju, pra ashtu se jeni tamam prej strukturave të PDK-s? Faleminderit, se është temë koqa shumë e vështirë për me shpjegu. Po unë mendoj që pozita e deputetit nuk është vend pune. Ato mendoj edhe ne. Duhet mu mësu, mi eduku njerëzit, qytetarët, mi shpjegu që pozita e deputetit nuk është vend pune. Edhe nuk është përjetshëm. As nuk është privilegj, po nuk është edhe përjetshëm. Për me qenë deputet,